Tirana u zgjua sot e mbushur me banderola dhe njoftime që promovojnë koncertin e Kanye West, një nga artistët më të përfolur të skenës ndërkombëtare. Ndërkohë që posterat dhe fushata promovuese kanë pushtuar hapësirat publike, kryeministri Edi Rama vizitoi kantierin ku po ngrihet stadiumi i përkohshëm në Kashar, i shoqëruar nga ministri Blendi Gonxha, duke inspektuar përgatitjet e fundit për koncertin. Nga i kantier, Rama deklaroi se bëhet fjalë për një event të organizuar nga një grup privat, por sipas tij, shteti ishte detyruar të ndërhynte financiarisht për të shmangur anulimin e koncertit dhe humbjet ekonomike, që sipas qeverisë mund t'i shkaktoheshin qytetit dhe vendit. Shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro siç thonë sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion që ne të garantojmë që ata mira njerëz, të cilët kanë prerë bileta nga Europa, nga Amerika, nga Australia, 80 shtete. Qeveria ka miratuar një akt normativ për të alokuar rreth 4.2 milion euro nga fondet publike për realizimin e koncertit. Akti normativ u miratua duke u referuar nenit 101 të Kushtetutës, i cili lejon qeverinë të nxjerrë akte të tilla vetëm në rast nevoje dhe urgjence. Por vendimi ka shkaktuar reagime të forta. Opozita dhe disa ekspertë të ekonomisë dhe ligjit argumentojnë se një koncert nuk përbën emergjencë kushtetuese. Publicisti i njohur Fatos Lubonja e ka cilësuar këtë vendim si një nga rastet më të pazakonta të përdorimit të parave publike. Sipas tij, financimi i një koncerti privat me miliona euro nga shteti është një shembull i politikës së bukës dhe cirkut, ku pushteti përpiqet t'i ofrojë publikut spektakël në një kohë kur vendi përballet me shumë probleme të tjera. Më duket një gjë e pabesueshme që mund ndodhi, një gjë që mund të ndodhi vetëm në një shtet si ky yni, që mbi përveç të tjerave ka atë praktikën e vet, sipas asaj thënies romake, pane me circem, thuhet, do të thonë që populli do bukë dhe cirk, që kërkon t'i ofroj një cirk publikut atje, ndërkohë që janë gjithë këto halle, dhe për të bërë këtë cirk harxhon dhe 4 milion nga parat publike. Lubonja argumenton se shteti mund të mbështesë kulturën dhe artin përmes investimeve në libra, botime, muzeume apo projekte kulturore që kanë ndikim afatgjatë në shoqëri, por sipas tij, është e vështirë të justifikohet dhënia e miliona eurove për një aktivitet komercial të një artisti ndërkombëtar, i cili nuk lidhet drejt për drejt me zhvillimin kulturor të vendit. Këtu shteti mund t'i hedhë 4 milion, por t'i jap një privati, një kompanie 4 milion për një koncert të një këngëtari komercial që nuk është se ndikon në ngritjen kulturore të këtij populli që ka shumë nevojë, por thjesht për të bërë një show, për të bërë një paradë aty dhe për t'i dhënë lek këtyre, unë e quaj këtë një lloj si këto gratatçelat që ngre ky me paratë e drogës, pak a shumë, kuptoti, për t'i bërë si show edhe për të ndarë parat, po më duket gjëja më qesharake. Ndoshta e bën edhe për t'ju kundërvënë kësaj proteste, duke bërë atje një show të madh, që ja sa u mlodhin atje. Prandaj do t'ishte bukur sikur se në Kashar nuk dia mund të shkojnë të gjitha protestuesit atje për të vajtur, po është një skandal. Është një skandal siç i ka bërë shumë gjëra ky, edhe kjo do shtohet në rreshtin e skandalit. Lubonja ka komentuar gjithashtu edhe hapësirat e tjera publike të përdorura për argëtim masiv, duke i lidhur ato me konceptin e bukës dhe cirkut. Dyshim, edhe ajo që është mbrapa Skënderbeut, ai ekrani që vë sportin atje, është pjesë e politikave bukë dhe cirk. Let të fren, sepse kështu sundon rahat kur populli të fret, ka bukë dhe ka dëfrim, nuk mendon më për gjë. Debati është bërë edhe më i ndjeshëm për shkak të figurës kontroverse të Kanye West.
Artisti amerikan është përballur vitet e fundit me kritika të shumta ndërkombëtare për deklarata antisemite dhe qëndrime që kanë shkaktuar reagime të forta publike. Pavarësisht polemikave, qeveria shqiptare këmbgul se eventi do të sjellë përfitime ekonomike dhe do të vendosë Shqipërinë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare.